Po, mana i përshëndetje ishte aksioni ytë që shkaktoi edhe autogolin dhe vjen me njëherë pas penaltisë së humbur ku ti përjetove një presion goxha të madh dhe menaxhove këtë. Si u ndjeve me njëherë pas festuat, por më pas gjithçka shkoi ndryshe nga si e kishit parashikuar? Jo, normalisht isha i kënaqur kur bëm golin e 0-1-shit, por pastaj si mori ndeshja, besoj se në pjesën e parë nuk ishim shumë përqendruar se mendonin se mund të fitonim ndeshjen lehtë. Edhe i thash dhe çunave që minutat e fundit më mirë mos ta mbanim topin, po ta hidhnim sipër. Por ndodhin edhe këto situata, tani duhet të përmirësohemi, duhet të ulim kokën, duhet të punojmë dhe të arrijmë objektivat deri në nëntor. Rej, një pyetje shumë e thjeshtë. Njëherë duke autogol, njëherë duke goli joti, pati dhe konfuzion nga UEFA, e vërteta kush është? Na thuaj ti tani. E preket ti fundit apo mbrojtësi? Besoj se preka unë fund vetëm me gjoksin, po s'ka problem, edhe tjetë autogol, rëndësika që të fitoj Shqipëria. Jo, thjesht ishte ky lloj konfuzioni që njëherë u dha goli jot, pastaj u anullua dhe u dha autogoli i qendërmbrojtësit. Prandaj të pyeta, domethënë se ishte edhe pak pamja jo shumë e mirë. Pyetje. Jo, më shumë ideja ishte se, dakord, për Manaj nuk kanë qenë momente të thjeshta, se pa diskutim që ai 11 metër si ka mbetur ndër gjegje, sepse nuk është e thjeshtë që të humbasësh në atë ndeshje aq të rëndësishme për shqiptarët, por Manaj pse është kaq e vështirë me shkute goli në këto ndeshje? Pse po lozim për Kupën e Botës, po lozim kallçetu me shokët, normalisht është e vështirë të bësh gol. Po tani në Europian nuk keni luajtur kalceto, me Spanjën keni patur më shumë raste se sa me Serbin, apo me Letonin që ndodhet në vendin e 138 në renditjen e përgjithshme. Po futbolli nuk lozem me matematikë, se Letonia është 138 dhe do me thënë që duhet i bësh 5 gola dhe në Serbia që është vendin e 20 duhet i bësh gol. To e në gjera futbollit, tani unë se di... Me ka po flasë? Ilda Beleri. Jo, ideja është sipas mendimit tënd. Pse kaq shumë ndeshje dhe kaq e vështirë për të shënuar? Jo vetëm nga ana jote, po nga ana e komplet pjesës që pritet goli, sulmit. Jo, besoj se mund të jetë edhe një periudhë tani nga ngarkesa fund sezonit, kemi lozë shumë ndeshje. Edhe erdhëm dhe qik me presion të madh me ndeshjen me Serbin, pastaj penaltin jo të berë. Ka dhe presione se gjithë mendonin se do vinin në Letoni dhe do fitonim 0-3, tani këtë në pjesë e futbollit. Do servitemi që të bëjmë gol në ndeshjet e tjera. Ishtë sulmu si ka plani, po. Oke, përshëndetje Manaj, atëherë po i pak shkëngjitën pak pyetjes së Ildes, po ta bëj çik dhe më të thjeshtë dhe për ty. Po flas për golet, po flas pse keni të vështirë të godisni portën si sulmuesa, sepse edhe ti personalisht sot minuta 80 ishte i vetmi rast i kombinim që ti godite portën, që edhe mund të kishe shënuar. Broja nuk pose asnjë goditje, Hoxha se maj mend ke bën goditje. Muçi që hyri nuk bëri një goditje. Kushtiti Uzuni po ashtu, Bajrami po ashtu. Kjo është pyetja domethënë morale, pse keni kaq vështirë që ne në 20 minutat e fundit paktën bëjmë goditje në portë, s'po themi për gol, po themi paktën kemi më shumë goditje në portë. Jo, këta e ke shumë drejtë se kemi gjetur pak portën dhe sidomos në këto dy ndeshje kemi gjetur pak portën, por e dinim që Letonia është një ekip që arrin me 5 mbrojtësa dhe 4 mes fushora që arrin para zonës dhe është që vështirë që të marrësh topin, të kthesh dhe të gjesh portën. Ke parasysh, do me thënë, këto janë ndeshje që si goli ndodhi duke Hoxha duke futur mes, duke fundur kurës mes, edhe ashtu bëm golin. Dhe është që vështirë tani që të gjesh portën në çdo okazion, por ta thash dhe çfarë që do provojmë, do përmirësohemi se trajneri di shumë mirë situatat dhe inshallah ndeshjet që vinë të bëjmë më mirë, të bëjmë më shumë gola dhe të marrim më shumë pikë.